Fshati Orzhanov në njësinë administrative Ostren në Buqis është ndër fshatrat e pakët që nuk ka një rrugë automobilistike deri tek banesat. Mjetët ndalojnë në hyrje të fshatit tek Varezat, vendi i cili njihet edhe si parkimi i Orzhanovës. Banorët e mbetur në këtë fshat shprehen se për 35 vitesh, kërkesa e vetme e tyre ka qenë rruga që të ndërtohet edhe brenda fshatit. Janë vetëm 300 metra linare rrugë e cila duhet hapur që banorët e Orzhanovës të shkojnë me automjet tek shtëpitë e tyre apo të marrin materiale të ndryshme. Banorët thonë se deri tani kanë marrë vetëm premtime boshe dhe se askush nuk ka bërë të mundur zgjidhjen e problemit. Për mungesë të rrugës, banorët thonë se problem ka qenë e vazhdon të jetë transportimi të sëmurëve. Është problemi i rrugës. Fillimisht nuk pranonin këto antarët që bëhet rrugë. Pastaj pronësie, pastaj u rregulluam me ato. Edhe tani na kanë thënë që edhe kryetarja do ta bëjnë. Po çfarë bëjmë tani? Pa rrugë, erdhi një rruga deri këtu, nuk e lenin, angrën fondin ka ca vite punë. Edhe iku e punë. Edhe kemi ngel i vetëm një fshat. Edhe për keq jemi keq, me bërë këtë rrugën i vetëm fshat është ky fshati jon. Po si do bëhet tani? Kryetarja ka në dorë, ajo na ka premtuar, na ka dhënë fjalën, domethënë, që do bëhet. Për 1 metër punës. 1 metër na ka premtuar që ajo do na e bëjnë tani. Bazë votimeve do bëhet kjo që para ma në krah. Ushqime po kemi probleme me të smurët, se ku smurët njeriu ka njeri rand që nuk e çon me let dot, me vështirësi të mëdha. Premtime kemi sa dush po të boshta. Gradualisht po ikin. Do zbrazën të rinjt, ne do ngjelim mëse ne dhe e shohim një qoshe kuni. S'kemi që me bo. Kalama të smurët, s'kemi ku ta qëmë, aj kalama do e marrish në kratë, do qësh në stren. Po buri, ose gruja, ose qartë jetë, suni mbajsh në kratë. As njerë se kemi pas rrugë. Premton do e bëm kënende, po asni nuk e bën. Qartë bëjmë morbë? Ha, si dhe mërë dhatë qari. Ja, shatë ashtia kam plakun smur, ka 2 vjetë që është smur. Ku ta qoj unë smur njerë, ku ta qoj unë në krasë, unë e maj. Se nuk është kalama do e ka, përshë dhe do e qoj në stren. është burë. Ha, si ta qoj unë burin që kam smur 2 vjetë. Nuk bën premtime, do e bëjmë rrugën, do bëjmë këto, do bëjmë atje, asgjë nuk bën. Çfarë bën tash ti neve? Nuk ka, po ndroj jetë ajo plaka, nëna e ti të çunit. S'kishte makinë me çunë në stren, në batani e futëm në një batani, e çum në stren, edhe ra jetën në shkupi ra iku, vdiq. Bëhet këtu, nuk ka shtet. Normal. Vetëm shteti kërkon atje poshtë. Kurse fshatrat i ka arru krejt ma. Sidomos këtu Orzhanova. Orzhanova nuk vjen njeri, tani për votime do vinë çdo kush. Do bëjmë këtë, do bëjmë atë, po kur vjen funi asnjë nuk bëjmë. Sjellim një makinë me zhavar atje, duhet një javë që ta ngrejmë deri ke shtëpia, të cuvatojmë diçka se u derdhën shtëpitë. Katastrofë, nuk vjen asnjë. Po për fushatën tani do vinë. Do e bëjmë kështu, do e bëjmë ashtu, sa marrim votën ai mirupafshim. Është problemi i madh. Smurit në dorë i çojnë deri aty ku ke pati, ku ndalojnë tash. Është problemi i madh faktike. Si fshat e mbyllën rrugën edhe ka ngel e mbyllur. Po të deshte shteti, e kishte mbajt edhe rrugën e parë, edhe këtë rrugë e kishte bë. Se shteti e ka në dorë, nuk e kanë vetëm fshatarët. Ne na duhet rruga, faktike. Po ikin çunat, po e braktisin fshatin. Në mungesë të rrugës automobilistike, banorët thonë se ende vijojnë t'i punojnë tokat me kafshë si para viteve 90. Ne ashtu i themi vetëm hapeni si rrugë, kaq, nuk duam asfalt e në gjëra tjera. Nuk duam asgjë. Po nuk dojnë, të kusha ka shumë lek, tu jetojnë ujtër, jo njerëz. Shife vetë, bo vetë, në shkot deri dhe tje poshtë. 2025 akoma ne punojmë me kali me gomar këtu. Katastrofë. E ne ikin njerëzit, jo të ikin, po të kishin ik me ko. Po nuk ka, ja, i shikon vetëm plejt. Qunë të rinë nuk ke këtu, shumë gjesh. Ka një, ca Kroaci, ca Greqi, ca Itali, ca Gjermani, asnjë, nuk ka këtu. Ka një gjithë, katastrofë këtu, është gjinaf. Banorët e këtij fshati kërkojnë që të zgjidhet problemi i rrugës pasi të rinj po largohen çdo ditë për këtë arsye.